Do kemi luftë të tretë botërore. Po thuj se ka fillu, po nuk më duket se nuk ka formën aty luftrave të tjera. Do preket Shqipëria. Nuk besoj, nuk ka na interes të madh për të prekur Shqipëria. Ndoshta indicia është, por nuk ka na interes të madh. Po prek Shqipëria, kush do ta udhëheqi luftën këtu? Në Shqipëri? Po ka patriot Shqipëria për luftë, për pavarësi, për këto ka njerëz Shqipëria. Ti do ta udhëhiqje luftën vet? Po, unë do të merrsha pjesë në luftë, se ndoshta s'm takon më udhëheq, po. Pse çfarë të mungon ty? Urdhra? Çfarë të mungon të udhëheqësh luftën? Tjerë, ka tjerë. Në fakt, shkollë ushtarake kam unë, po nuk më takon. Po në fakt, unë do të patjetër, për mbrojtjen e vatanit, jeta s'është kur gjë. Po me Mujahedinët çfarë do të bëjmë? Do t'i largojmë apo t'i strehojmë akoma? Tani, fakt, kjo është një politikë, ndoshta edhe për interesa politike ato Mujahedin, po tani Mujahedin kanë shansin të hikin vendin e tyre. Si rregull, i ndihmoi Amerika e tjera, dhe ato tani duhet të organizohen dhe të shkojnë atje, të jetojnë në vendin e vetës. Nuk shkon kjo të rrinë këtu dhe të fusin dhe të tjerë në siklet, sepse siklet është edhe Mujahedin është siklet për Shqipërinë.